këtu tani kush e ka këtë guxim që do të them i interesuar për të zhdukur provat është gjithmonë autori. Autori. Se çfarë veglash përdor pastaj autori, çfarë urdhrash, kështu që ata në parimisht e kanë shumë të thjeshtë. Po ti futesh në teknikalitete që kanë qef këtu klasa politike të futet ligjore dhe fillon mbrohet, po dëgjoj, edhe sikur ti ke thënë gojarish kryeministri, komandant, ai s'duhet ta zbatoj, këto janë sepse pastaj parimisht po të marrësh pastaj atë gjakun atyre katër të tjerëve me duar në xhepa aty që rinin aty përpara, po ti edhe përparimisht. Po kështu që në këtë kuptim do jetë nga pikpamja e akuzës maksimale që është vrasje me dash. Rëndësi ka njerë që të cilësohet që është vrasje me dash, të vërtetohet, do të thënë që ai shtet, dhe pastaj populli e kupton vetë se kush ishte në krye të shtetit dhe kush është përgjegjës. E para, e dyta, ky hetim njerë duhet të nxjerrë për mendimin tim, patjetër duhet hetuar dhe pjesa tjetër, edhe pjesa tjetër, se shkos çfarë ndodh, është shumë e lezetshme. Gjithë njerëzit që janë në listë, që besoj do thirret dhe kryeministri se ishte kryetari i opozitës, po për shembull, në krah të djathtë Edi Ramës në pjesën e opozitës ke Nardok. Deputeti tjetër që është atje në krah të Ramës dhe është thirrur për këtë çështje është deputet tani i PD-s. Domethënë ka një përzierje. Një nga, domethënë Bamir Topi, Ina Rama, Sali Berisha, Edi Rama, Tom Doshi, Nart Noka, e ke parasysh. Domethënë kjo është 21 janari dhe në këtë pikpamje zbulon për mendimin tim zbulon. Njerëzit që janë pak të zgjuar dhe që bëjnë një analizë të thjeshtë e kuptojnë, domethënë zbulojnë që protagonistët janë të njëjtët të 15 viteve, pavarësisht se kanë ndryshuar rolet ikin nga këtej shkojnë andej. Çështja është që nuk ajo që nuata unë si gazetar i vjetër dhe që kam lëvruar shumë kronikën dhe investigimin dikur dhe terrenin. Sali Berisha dje pasi doli nga mbledhja e grupit u pyet për 21 janari. Bëri këtë shmangjen që tha po pastaj ju përgjigj Klodi Lala, i tha e ke në 3 adresa, i tha. Në 3 shtëpi të është dërguar njoftimi që në filandat.